Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të vjojmë flasim për zhvillimet të kryesore që lidhen me politikën, për në fakt ishim më herët edhe me vendimin më të fundit të gjykatës kushtetuese. Me mua në studio është Përparim Çaça dhe Elton Laska, shkurtimisht çfarë ndodh me Tiranën pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese. Mund ta ndërmarrë nismën sërish Këshilli i Ministrave për shkarkimin e Veliajt, apo ky vendim e bëri të pamundur? Është e pamundur. Tani çfarë do këtu në këtë vend çfarë nuk ndodh, po besoj që është e pamundur. Unë besoj që Edi Rama dhe në këtë paktën në këtë status, që sapo dëgjuam në këtë deklaratë, fatikisht harron një gjë që nuk është se ka pasur një rol pasiv në këtë proces. Pra që thjesht i erdhi një propozim dhe Këshilli i Ministrave mori këtë vendim. Në fakt, qysh nga Asambleja e Partisë Socialiste dha urdhër që të shkarkohet Erion Veliaj. Pra i dha urdhër absolutisht partisë vetë në Këshillin Bashkiak të Tiranës që të vazhdoj procedurën për shkarkimin e tij. Pra ka pasur rol aktiv nga momenti i parë e deri në momentin përfundimor. Ka pasur debat të fortë që Veliaj nuk u dëgjua nga Këshilli i Ministrave dhe ndaj u rrëzua. Do të jap edhe këtë argument. Pra ka pasur rol aktiv qysh nga momenti i marrjes së vendimit të Këshillit Bashkiak, në momentin e vendimit për shkarkimin e Këshillit të Ministrave, në momentin e shkresës për të dërguar presidentit që për vakancën, madje edhe po e them dhe këtë, duke detyruar dhe presidenti që në kundërshtim me çdo normë kushtetuese fatikisht të caktojë dhe datën e zgjedhjeve. Ky është i gjithë roli aktiv që ka pasur kryeministri. Është e vërtetë që gjykata kushtetuese ka ndaluar vetëm për sa i përket në mënyrën e legjitimimit, pra që mund të ketë Këshilli i Ministrave për të shkarkuar një organ të zgjedhur të pushtetit vendor. Pra vetëm ky rasti? Po, është ky rasti dhe në fakt vetëm duke referuar në 115 të kushtetutës, vetëm këtu, duke bazuar në këtë nen të kushtetutës, mund të legitimohet Këshilli i Ministrave por ta shkarkuar. Pra, në shkelje të rënda... Për kriteret në rastin Veliaj? Absolutisht jo, sepse minimalisht, për mendimin tim, nuk kemi një vendim formës prerë, kemi thjesht një masë trënguese, është akoma një pandehur që tashmë ka status për pandehur, është një proces dhe nuk besoj që jemi në këtë pikë. Pra, tratinda dheut, nëse realisht... Pra, nuk është shkelje e rënde kushtetutës që të përgjigjë shkarkimin e tij. Pjesa e korrupsionit dhe gjithë pjesët e tjera janë të gjitha për tu parë. Dhe ajo që është e rëndësishme është për duhet thënë që nuk mundemi dot që ta shkallmojmë prezumimin e pafajësisë, është gur themeli fatikisht besoj në jurisprudencë, sidomos në ato penale. Kështu që për vendimin tim... Si drejtohet Laska Bashkia e Tiranës në vijim? Atëherë, absolutisht që duket qartësisht... Ose po e bëjmë qartë pyetjen. Socialistët nisën një fushat edhe pse ishte i pezulluar procesi zgjedhjeve, Manastir Liu ishte kandidatja e tyre, sigurisht nuk do të ketë më zgjedhje Tirana. Mund të mandatohet jetë kryetare komanduar Manastir Liu për të drejtuar Tiranën sa kohë që Veliaj do të jetë në këtë masë sigurie? Tani ta marrim pak me radhë. Po, por duhet kaloj dhe në zhvillimet të tjera. Të gjitha këto, nëse kthehemi në retrospektiv, kryeministri Rama i kishte ndarë mendjen për shku në zgjedhje Bashkia e Tiranës. Çfarë ndodhi? Ndodhi që doli një kandidat nga ana e shoqërisë civile, një kandidat i pavarur, i cili u mbështet gjërësisht nga partitë politike opozitare. Sipas të gjitha exit pollave, ose sipas të gjithë opinioneve që shikohen në rrjetet sociale apo në gjitha, po themi, ato çfarë shifen nëpër qytet, duket që zonja Manastir Liu u la komplet në hije dhe nuk po jepte më asgjë për Bashkinë e Tiranës dhe nuk po kishte asnjë lloj, po themi, atraktiviteti për zgjedhësit e Tiranës. Parë në këtë kontekst, zgjedhjet më shumë se kujdo tjetër i shërbenin për të ndërprerë, pra që të mos zhvilloheshin kryeministrit Edi Rama. Mendoni me të vërtetë se hyri frikë Edi Ramës? Nuk është çështje frike. Nuk është çështje frike. Mendoni se çështje vendimi gjykatës së Në analizën tuaj të konkluduat. Tani kuptojmë Binaj të merroj Ramën. Binaj nuk ka nevojë të merroj Ramën, por Binaj si figurë, po themi, publike, ka të merruar gjithë establishmentin politik në Po ishte, ama nuk ishte dëshira Ramës për këtë vendim të kushtetueses. E thatë që në kryetherës që kushtetuesja u ngrit në nivelin në përgjithësinë që i takon tjetër dhe doli në këtë vendimmarrje. Ajo që thash unë është që shikojeni se kush votoi pro dhe kundër. Dhe e ka dashur Rama këtë vendim atëherë?
Atëherë, në qoftë se nuk do ta donte Rama, ata që janë Benjaminët e Ramës në gjykatën kushtetuese, do të shkonin në një vendim jo kushtetues dhe në interes të Ramës. Ata që nuk janë fare më pjesë. Çfarë do të motej me Bashkinë e Tiranës? Si drejtohet ajo? Si qeveriset Tirana? Tani, kryeministri e ka në dorë që ta lej dhe të vazhdoj të qeveriset me zëvendës kryetar. Por, a është kjo në interesin e qytetarëve? Çfarë ju nevojitët qytetarëve të Tiranës? Kjo është pyetja më e rëndësishme, besoj unë. Nuk është me rëndësi nëse kalkulimet politike e nxjerrin fitues apo nuk e nxjerrin fitues Ramën. Kjo është më pak e rëndësishme. Tirana nuk shkon në zgjedhje zyrtarisht tashmë pas Tirana shkon në zgjedhje në qoftë se Edi Rama do donte të shkonte në zgjedhje sepse ka një shumicë në parlament. Ndrysho ligjin, jepi të drejtën që të shkarkohet nëse nuk vazhdon të jetë atje. E qartë, pra të ndryshojnë dispozitat ligjore, kjo do të marrë shumë kohë. Çaça, për ta përmbyllur, Tirana si do drejtohet në vijim? Tani ju thatë që mund të ndodhë që ishte një pyetje duke qenë se Manastirliu ishte kandidatja zyrtare e tyre. E kundërta mund të ndodhë për mendimin tim, madje edhe ajo që është sot deleguar si nënkryetare, besoj që tashmë me gjitha këto zhvillime që ka pasur edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, do kemi një nënkryetare tjetër, pra besoj që zoti Velie do të delegoj kompetencët tek një personazh apo një person tjetër, dhe kjo është e padiskutueshme duke parë tërë situatën e krijuar. Do të marrë sërish drejtimin besoj që e Bashkisë së Tiranës me mbështetësit e tij, me të besuarit e tij. Absolutisht, besoj që një gjë e tillë do ndodhë. Shiko, gjykata kushtetuese, nëse do ta lexojmë ose mirë themi nën rreshta, ka dashur të thotë që nuk mund të kesh një zgjidhje politike, pra nuk mund të arrish një zgjidhje politike, qoftë edhe për pushtetin lokal, duke shkelur kushtetutën. Pra, gjykata kushtetuese nuk prodhon ligje, pra nuk bën ligje. Por ama asnjë ligj nuk mund të dalë mbi kushtetutën. Dhe në këtë kontekst, në kuptim të ligjit organik, mund të bëhen ndryshime ligjore që situata atipike, situata ad hoc që mund të krijohen në kuptimin e mbarvajtjes së punës të administrimit të një pushteti lokal, pra të një bashkie, mund të zgjidhen duke ndryshuar legjislacionin ose mirë themi ligjin organik 139/2015 dhe në situata të tilla mund të komisariohet, mund të emërohet. Por situata kur jemi në masë shtrënguese për më shumë se 3 muaj, 6 muaj arrest me burg e tjera, dhe mund të zgjidhen edhe këto situata që të cilat mund të krijohen. Por ama nuk mund të bëhen zgjidhje politike duke shkelur kushtetutën. Dhe në këtë pikë unë mendoj që nëse do kishim realisht një pushtet lokal, një bashki të shëndosh, në kuptim të rekrutimit të burimeve njerëzore me konkurs, ashtu siç parashikon ligji, dhe jo duke vendosur aty militant. Unë mendoj që ishte zgjidhur kjo punë dhe mbarvajtja e punëve të bashkisë do të ishte pa asnjë lloj problemi për mendimin tim. Por nuk kemi në këtë situatë në Shqipëri. Dhe më shumë, nuk po shikohet interesi publik i qytetarëve të Bashkisë Tiranës. Por po shikohet se kush do ta menaxhojë dhe kush do të ketë, jo vetëm politike, po qoftë edhe përfitimeve ekonomike të asaj që vinë duke administruar pra një bashki kaq të madhe që dhe për ta përmbyllur, është fakt tashmë që Velia do të nisë procedimin pra në gjykatë, duke qenë se tashmë ka përfunduar faza hetimore, duke qenë kryebashkiak i Tiranës. Si do të ndikojë kjo në proces? Mund të ketë një ndryshim të masës së sigurisë ndaj tij, duke qenë se hetimet janë përmbyllur? Pra, dyshimet apo shqetësimet që kishte gjykata duke argumentuar e duke mbështetur kërkesën e SPAK se mund të helmonte provat gjatë fazës hetimore, tashmë janë kapërcyer apo jo? Për sa kohë që po themi janë kapërcyer, kjo mund të jetë një anë sa i përket masës së sigurimit. Pra, nëse mund ketë një ndryshim të masës së sigurimit, por mund shkojë në arrest në shtëpi. Nuk do të thotë që ai do të ushtroj të drejtën e po themi të kryetarit bashkisë. Kështu që nuk besoj që kjo vendimmarrje do të ketë ndonjë ndikim të drejtë për drejtë në ushtrimin e detyrës së kryetarit bashkisë me kohë të plot nga ana e zotit Veliaj. Por desha të them që në qoftë se zoti Veliaj realisht kërkon që po themi ta vazhdoj këtë në thonjza fitore që ai mendon që kishte në gjykatën kushtetuese, atëherë duhet marrë frenat në dorë të Bashkisë Tiranës, duke vendosur ai se kush do të jetë nënkryetari, sepse po t'ju rikthej në vëmendje që 4
nën kryetaret e Bashkisë Tiranës janë emëruar nga kryeministri Rama, ju e dini. Dhe asnjëri prej tyre të ndryshoj situata Haçata pas këtij vendimi të kushtetuesit. Jo, po, shiko se nuk i ikën përgjegjësia, edhe në kuptimin se por nuk besoj që do ta ketë ai. Jo, po ja them edhe këtë është shumë e rëndësishme. Ai kushdo që është i deleguar pra nën kryetari firmos në mungesë me urdhë dhe porosi. Kështu firmos. Në mungesë me urdhë dhe porosi të kryetarit të Bashkisë. Deri tani me urdhër me porosi është firmos apo ka firmos me urdhër dhe porosi të Ramës? Unë po flas çfarë thotë shkresa me urdhë dhe porosi të kryetarit të Bashkisë. Çfarë thotë shkresa? Dhe që do thotë që nuk i ikën përgjegjësia, por çdo dokument të firmosur të nënshkruar nuk i ikën përgjegjësia kryetarit të Bashkisë, por derisa ai është akoma në funksionin e kryetarit të Bashkisë. Që do thotë që do të mbaj përgjegjësia në burg. Po të shpjegoj edhe një herë, në momentin që delegon një person për çfarë do lloji veprimtarie e cila ka të bëjë me mbarvajtjen e Bashkisë Tiranë, nuk i ikën përgjegjësia dhe kryetarit të Bashkisë. Moralisht. Jo, edhe juridikisht. Përgjegjësi penale ka ish firmos. Juridikisht ky burg ka marrë urdhër ka ndodhur me këshillat e ministrave, kur ka deleguar kryeministri dhe s'ka qenë pjesë e këshillit. Nuk është gjë, po megjithatë. Gjithsesi mbetet për të parë. Do të kaloj në zhvillime të tjera, konkretisht në fakt duket se vijojmë të marrim konfirmim pozitiv sa i përket ecurisë për integrimin në Bashkimin Evropian. 5 grup kapitu i tashme janë qel, një ecuri mjaft e mirë, vetëm brenda një viti janë qel 5 grup kapitu, i mbetet i fundit për të qelur, aty ku përfshihet edhe bujqësia, ndoshta do të ndodhë kjo brenda dhjetorit, pra brenda 2025-ës ose në fillim të 2026-ës. Sot komisionerja e zgjerimit Marta Kos është shprehur se Shqipëria ka një progres të pashembullt në lidhje me ecurinë e saj, sa i përket integrimit etapave në Bashkimin Evropian. Por po sot është prezantuar edhe raporti i progresit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, ku në fakt është fokusuar edhe tek zgjedhjet e 11 majit, janë evidentuar aty problematikat, zgjedhjet konkurruese për pati mangësi, sikundër theksohet se partia në pushtet e cila fitoi mandatin e 4 ka qenë e favorizuar për shkak të përdorimit të pushtetit, pra zgjedhjet janë mbajtur në kushte të pabarabarta. Si e shihni qoftë qëndrimin e komisioneres për zgjerimin Kos, por nga ana tjetër edhe faktet që publikohen në këtë raport të Bashkimit Evropian në lidhje me progresin që ka bërë Shqipëria për vitin e fundit? Tani, progresi pa shembull është pak e egzageruar, po gjithsesi... Në fakt, në të gjitha daljet e saj për kryeministrit Rama... Besoj që referohet fatikisht të çeljes së grup kapitujve. Që nga marrja e mandatit të saj dhe kryes të saj, janë qelë 4 grup kapituj. Duhet thënë edhe është vërtet. Jo raste të tjera të shonuara me këtë progres të shpejt. Kemi qelur 4 grup kapituj. 5 në total, për 4 me Marta Kos. 5 në total. Por këto grup kapituj do duhet edhe të mbyllen. Pra nuk mjafton vetëm t'i qelim. Pra, që të përvijoj dhe të shkojmë në konkludimin, po themi, në aspektin e suksesit, do duhet dhe që të përmbyllen, është një kohë relativisht shumë e gjatë. Edhe vetë Marta Kos sot tha që ka, po themi, sinjale që mund edhe që Shqipëria të jetë antare brenda vitit 2030, por e latë hapur, që do thotë që asgjë sigurt nuk është. Pavarësisht se kryeministri ka trumbetuar ka kohë që deri në vitin 2030, pra do jemi pjesë e Bashkimit Evropian, e para kjo. Përsa i përket të gjitha atyre raporti është goxha kritik, sidomos për zgjedhjet, po besoj që referohet është në të njëjtën linjë me OSBE Odirit. Pra ka marrë absolutisht gjitha ato konkludime që ka bërë dhe raporti OSBE Odirit, ndërsa për pjesët e tjera unë mendoj që për të parë nëse ne jemi apo nuk jemi të gatshëm, sepse po flasim për 4 apo 5 vjet, në cilën mund të jemi antar Bashkimit Evropian, është fakti që jemi përafruar Bashkimit Evropian. Mbyllja e negociatave parashikohet në 2027-ën, pra për 2 vite. Po flas kur mund të jemi pjesë e Unionit deri në 2030. Në 2013-ën. A jemi përafruar në kuptimin e infrastrukturës, në kuptimin e legjislacionit, pra jemi apo po themi thjesht është do të jetë një vendim politik, apo realisht ne jemi, po themi, të gatshëm për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian në të gjitha aspektet, po themi, sepse ne jetojmë këtu dhe duam apo duam. Parafimi legjislacionit edhe përmes screening ka rezultuar se jemi në hapa mjaft të mirë. Po nga ana tjetër ajo që tha aty, për të ndjerë këto efekte në terren të gjithë në fusha të ndryshme ku jemi. Tani kakofonia në prodhimin e ligjeve nuk do të thotë që kemi, po themi, prodhim cilësor të ligjeve, është një gjë tjetër. Për dhe unë besoj që ajo që është rëndësishme nuk është thjesht në kuptimin e një përkthimi të një ligji si që mund ta bëjmë nga një vend dhe duke sjellë në vendin tonë. Problemi është sa i efektshëm është zbatimi i ligjit në vendin tonë. Si është zbatueshmëria e ligjit? Po themi si janë gjithë organet e tjera ligjzbatuese në këtë vend? Si janë ligjet në harmoni me njëri tjetrin?
ne kemi ligje që në fakt nuk janë as në përputhje me kushtetutën dhe akoma nuk është bërë asgjë për të ndryshuar ato. Apo shumë aspektet e tjera. A janë qytetarët shqiptarë realisht dhe ndihen realisht që mund të jenë pjesë e Unionit Evropian në të gjitha aspektet me këto pensione që ne kemi, me këto paga që ne kemi, pavarësisht se ndoshta dhe vitet e fundit është bërë një farë progresi. Dhe këto janë ato që e prekin, po themi, ose më themi shqiptarët i prekin, dhe mund thonë që shiko, ne po i parafrohemi dhe realisht mund të jemi dhe ne qytetarë të Bashkimit Evropian. Lanska, si e shihni qëndrimin e komisioneres në lidhje me ecurinë e Shqipërisë, por nga ana tjetër edhe gjetjet e raportit për zgjedhjet e fundit, por jo vetëm? Kemi parë edhe në rastet të tjera analoge ku komisioner të ndryshëm apo ambasador të ndryshëm na e kanë bërë vëndin ton një paraqitje surreale të situatës. Por ne jetojmë vetë në Shqipëri, ne jetojmë vetë në Shqipëri dhe nuk mund të na e thot Marta Kost se si ka mundësi që një qeveri që ka një ministër të brendshëm të dënuar për korrupsion, 2 zëvendës kryeministra, njërja ratisur, tjetra pret që të arrestohet, kryetarin e bashkisë më të madhe dhe të kryeqytetit në Burg dhe gjithë ato, po themi, përgjime që kanë dalë nga SKJCC që vërtetojnë se krimi organizuar ty të emron ministra të brendshëm, të emron drejtor të përgjithshëm të policisë shtetit, të emron drejtor policie të qarqeve, të emron deputet të mazhorancës dhe gjitha këto problematikat nuk ka nevojë na e tregoj ne as raportet, as Marta Kost, as kushdo tjetër që nuk jeton këtu me ne, sepse ne i shohim çdo ditë dhe jetojmë me këto problematika. Do të jetë mundur që në 2027 të mbyllen negociatat? Për mendimin tim mund të mbyllen që nesër negociatat, sepse nuk është në i habje madhe, por çështja është se ata që të pranojnë ty në Bashkimin Evropian... Nuk i mbyllim në negociatat. Nëse nuk do të arrijmë standardet, a do t'i mbyllte Bashkimi Evropian negociatat? Modelet të tilla që dalin edhe... Ne mund negociojmë kohën, por jo standardet edhe atë çka përmban e drejta e Bashkimit Evropian. Tani, gjithë ne shikojmë që nga njëra anë ke një deklaratë zonjës Kost, nga ana tjetër ke një raport po të Bashkimit Evropian, e cila e nxin Shqipërinë. Tani, merr cilën dush ti, le cilën dush. Ajo që po them unë është se ne jetojmë vetë këtu dhe s'kemi nevojë as të referohemi atyre, as të marrim se çfarë na tregojnë ata se si jemi ne. Ne shikojmë vetë se si jemi. Kështu që a mund të jetë Shqipëria e këtij niveli pjesë e një bashkimi evropian ku bën pjesë Gjermania, Franca, Italia, Spanja, shtetet të cilat janë të konsoliduara për sa i përket lirive drejtave të njeriut. Bën pjesë Rumania e Bullgaria, kjo e fundit një standard minimal, sa i përket të ardhurave. Pavarësisht se ata, po themi krahasimisht me shtetet tjera të zhvilluara të Bashkimit Evropian janë prapë larg. Dy skajet, Bullgaria dhe Luksemburgu, nëse shohim të ardhurat për frymë. Sa mund krahasohemi ne me Bullgarinë apo me Rumaninë? Mirë, në këto minuta të fundit duhet të ndalem pak tek Ilir Meta, ish presidenti, procesi i tij, një tjetër kërkesë është depozituar dhe regjistruar një ditë më parë rekurs në gjykatën e lartë, kërkon lirinë e tij, kërkon ndryshimin e masës së sigurisë, prej më se një viti është në arrest në Burg. Janë përmbyllur hetimet edhe për Metën, sikundër ne kemi përcjell, çështja është në duart e gjyqtarit të posaçëm, pra është ky shqyrtimi paraprak që i bëhet të dosjes. Mund të lirohet Meta në këtë fazë, pra gjithmonë duke qenë se kanë përfunduar hetimet? Duket një mision i pamundur. Pra të ndryshojë masa e sigurisë, të lehtësohet masa. Duket një mision i pamundur, madje unë shikoj një kakofoni kërkesash, pra kemi pasi ka mbaruar të ritër gjyqësor në kuptimin e kërkimeve për ndryshimin e masës, pra nga, po themi, shkalla e parë, GKK-s në apel, gjykat lartë më pas... Ka shfrytzuar gjitha afatet. Jo vetëm, rifillohet me zëvendësim masa sigurie, edhe kjo i kalon, po themi, gjitha stadet e gjykimit. Besoj që është një gjë e pamundur, pra ka ndryshuar apo jo kushtet. Zëvendësimi masës bazohet pikërisht në këtë element shumë të rëndësishëm. Nëse nuk ka ndryshim kushtet. A përmbushen ato kushtet që ta mbash në arrest në Burg? Tashmë duam apo s'duam? Mund të dëmtoj prova në këtë fazë, është rrezikshëm për shoqërinë, ka rrezik të largohet. Këto janë 3 kriteret. E kuptoj, po pasi tashmë kjo kërkesë është rrëzuar, pra e kemi është mbarë një vendimarrje nga momenti që janë mbyllur hetimet dhe kemi qenë në seancën paraprake.
dhe është rrëzuar kjo kërkesë dhe vazhdohet, besoj që do jetë po në tjetën linjë, po themi edhe gjykata lart. Kështu që unë besoj që tashmë vetëm gjë që duhet të fokusohet për mendimin tim. Duket po bën rrugtimin për ta çuar deri në Strasburg, të paktën sipas deklarimit të avokatit. Po jo, edhe këtu janë kërkesat shumë të përsëritura. Pra, në një farë kuptimi, kërkesa mund të bëhet për zëvendësim në masës vetëm kur realisht kemi një ndryshim të kushteve. Sepse për ndryshe është pamundur. Si mendoni? Mendimi im permanent në rastet të tilla ka qenë gjithmonë që ata të cilët akuzohet të duhet që të kenë një mas sigurimi më të lehtë se sa ai me burg. Pse? Marrim rastin e zotit Sarkozy, ish presidentit francez. Nuk u arrestua përpara, pra u hetua në gjendje të lirë, u konkludua, u gjykua në gjendje të lirë, mbasi u dha vendimi për të kryer një dënim të merituar sipas vendimit të gjykatës, ai shkoi në burg. Nuk besoj që nivelet të tilla si ish president apo ish kryeministra apo ish ministra do t'i shmangeshin, po themi, dënimit të dhënë. Rast pas rasti, Ametaj për shembull mori arratin. Ametaj mori arratin sepse ai besohet që ka informacionet të vlefshme për pjesën tjetër. E qartë, atëherë gjykata e lartë në vijim të analizës tuaj mund të jap një mas më të lehtë sigurie për Metën? Në kushte të tilla, marrë nga eksperjenca ime si avokat, gjatë kohës që kalohet në gjykim të çështjes, mua personalisht, por edhe nga ajo çfarë unë kam ndjekur në seanca të ndryshme gjyqësore, nuk ka patur raste që t'i zëvendësohet masa e sigurimit gjatë kohës që je në gjykim. E qartë. Shumë kënaqësi tu kisha në studio. Faleminderit për kohën zotërin. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.